Receta që zhduk kallot nga këmbët brenda natës. Kjo metodë do ju befasoj. Çfarë dëshiron gjithkush gjatë verës në lidhje me këmbët është që ajo të jetë sa më e butë dhe mbi të gjitha edhe më e shëndetshme. Nëse jeni një nga ata persona që keni probleme me duart dhe këmbët, duke vuajtur kështu nga kallot e tyre dhe forcimi shpesh që quhet edhe si i dëmshëm, atëherë dini se sa e rëndësishme është të gjeni mënyrën e duhur për të zgjidhur këtë problem. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të qëndruarit hidratuar është hapi kryesor për një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe sa më pak inflamacione të saj. Kjo është mënyra alternativa më e mirë edhe për heqjen e kallove. Përveç kësaj këshillohet për herë që të konsumoni 8 gota ujë në ditë, sepse mund të jetë një nga trajtimet natyrale për hidratimin më të mirë të lëkurës dhe lehtësimin e krijimit të kallove në këmbë. Ndjekja e këtij rituali në vazhdimsi të dietave tuaja mund të jetë gjithashtu përzgjedhja më e mirë ushqyese për ju dhe jo vetëm. E një lëkurë e hidratuar do të thotë që ka disa kohë që të shpëtoni edhe nga kallot. Përbërësit për këtë trajtim, si gjithmonë, mund t'i gjeni në kuzhinën tuaj, ndaj mund të nisni në çdo moment që ta aplikoni atë për të marrë gjithashtu përfitimet e duhura për të mbrojtur edhe shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Aplikimi i këtyre trajtimeve në shëndetin tuaj mund të kërkojë këta përbërës: 50 ml uthull molle, një fet buke dhe një qese plastike kuzhine. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm për realizimin e kësaj recete, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e saj. Hidhni uthullin e mollës në një enë dhe zhysni fetën e bukës. Lërini aty për disa orë derisa të formohet një lloj paste në sipërfaqen e bukës dhe më pas e vendosni atë në pjesën problematike të cilat i keni me kallo. Mbështilleni gjithashtu sipër me një qese plastike në mënyrë që të mos lëviz dhe e mbani ashtu gjatë gjithë natës. Në mëngjes e shplani zonën me ujë të bollshëm. Por cilat janë vlerat e këtij trajtimi? Uthulla e mollës njihet për vetitë e saj antimikrobike që arrin të mbrojnë bakteriet dhe t'i mbajnë ato larg nga këmbët. Kur ju e aplikoni atë përgjatë natës në lëkurë, vetitë pastruese do të fillojnë që të jenë më të thella, duke u siguruar që këmbët tuaja të jenë më të buta, gjithashtu edhe më të hidratuara. Nëse keni kallo vërtet të forta, provojeni të zhysni këmbët në ujë të ngrohtë me sodë buke për 30 minuta dhe më pas ta aplikoni këtë trajtim të cilën e përmendëm më herët. Kjo do të jetë një mënyrë lehtësuese për shëndetin tuaj dhe do ju ndihmojë dukshëm në shëndetin e kallove. Kjo do ju ndihmojë në shtresat e lëkurës për t'i reduktuar ndjeshëm ato dhe rezultatet do t'jenë vërtet të mira nëse ndiqni edhe këtë trajtim her pas here. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike të cilat konsiderohen se mund të shfaqen edhe me shtresa të forta, të cilat krijohen si pasojë e fërkimeve të këmbëve për një kohë të gjatë në këpucët tuaja. Sidoqoftë, duhet të dini se kallot formohen për të na mbrojtur këmbën nga carimet ose fërkimet e vazhdueshme që keni. Është në fakt një reagim i trupit ndaj fërkimeve të lëkurës në sipërfaqe të forta, të tilla siç mund të jenë edhe ato të këpucëve, gjithashtu ose mjetet e punës. Trupi e di se epiderma mund të dëmtojë, prandaj zona ku bëhet fërkimi fillon edhe ndryshon dhe krijon këto vështirësi, të cilat më pas krijojnë edhe kallot në këmbët tuaja. Në këtë video do të listojmë gjithashtu edhe një recetë natyrale për eliminimin e shpejtë të kallove, pa përdorur gjithashtu produkte industriale. Lëngu i hudhrës mund të jetë një përzgjedhje e mirë me vetitë e saj anti-inflamatore, çka do të ndikojë dukshëm në shërimin dhe lehtësimin e kallove. Shtrydhni në një thelbi hudhër dhe e përzieni atë me një lugë gjedhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni më pas edhe me një fasho dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës.
Preshi në kombinim me uthullin e mollës gjithashtu mund të jetë një trajtim shumë i mirë që në kushte shtëpie mund të ndihmojë dukshëm në rigjenerimin e shputave të këmbëve dhe lehtësimin e acarimeve të tyre si pasojë e krijimit të kallove të vazhdueshme. I pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla e mollës ka veti të mira dezinfektuese. Vendosni një copë preshi për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikoni lëngun e përfituar më pas edhe në shputat tuaja të këmbëve. Kallot i lini të veprojnë në këtë mënyrë për 24 orë, më pas përdorni një guzmeril për të hequr kallot nga pjesa e shputave tuaja të këmbëve. Kamomili gjithashtu mund të jetë një nga alternativat më të çmuara në lehtësimin e kallove dhe përmirësimin më të mirë të dukjes së shputave të këmbëve. Ai ka veti të mira anti-inflamatore, ideal për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëng kamomili dhe aplikoni atë direkt në kallo. E lini që të veprojë më pas për disa minuta. Përsëriteni këtë veprim disa herë në ditë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike, pasi do ju ndihmojnë dukshëm në rigjenerimin e shputave të këmbëve dhe lehtësimin gjithashtu të kallove. Kallot në këmbë po kthehen gjithmonë më shumë në një problem vërtet shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani prej tyre, ju rekomandojmë të mos vraponi direkt tek ilaçet, por të aplikoni si fillim përbërësit natyral të cilët në kushte shtëpie mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të lehtësuar shputat tuaja nga kallot. Kallot në këmbë janë një shqetësim i vazhdueshëm, por të shumta janë receta natyrale për të cilat mund të merrni edhe trajtimet efikase. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu dhe femrat, përveç se mund të shkaktojë gjithashtu dhimbje, rezulton që të jetë edhe më shumë i bezdisshëm, sidomos edhe në verë. Kur ekspozohet në këmbë, edhe shputa mund të krijojë edhe problemin e kallove. Duhet thënë gjithashtu se pa shkuar te ilaçet natyrale, kallot në këmbë ashtu si dhe myku në to mund të parandalohen. Prandaj tregoni të kujdesshëm të pastroni si duhet këmbët tuaja, t'i hidratoni dhe mbi të gjitha, t'i mbroni ato nga ekspozimet e forta në rrezet e diellit dhe nga pluri. Duhet thënë se këmbët tuaja në këtë kuptim mund të gjejnë rigjenerimin e duhur pa përdorur trajtime të shtrenjta, të cilat në fund do ju kushtojnë një thes me para. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse dojni të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të cilat i keni më të rehatshme, në mënyrë që anët e këmbëve të mos shtrëngohen. Nëse ndaleni te ilaçe natyrore për të eliminuar kallot ose mykun në këmbë, nuk do të dini se cilin të zgjidhni më parë. Janë me të vërtet të shumta ilaçe të gjyshes të cilat mund të përdoren në këto raste. Së pari, një recetë natyrale kundër kallove në këmbë është edhe limoni. Për të aplikuar të paktën gjatë gjithë natës, një fet ose lëng limoni mund të jetë një lehtësim i situatës suaj. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje e mirë për problemet që shfaqen në këmbë. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin 3 deri në 4 gjethe të aloe verës me disa pika vaj susami dhe ta vendosni në pjesën me kallot, duke i vënë në një garzë për disa orë. Një tjetër mënyrë e vlefshme natyrale kundër kallove është edhe papaja. Lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet për këtë problem. Ai duhet të aplikohet në kallon në doza të vogla, në maksimumi një gjysmë lugë gjelle. Një mënyrë natyrale kundër kallove në këmbë është edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër do t'i japë lehtësime këmbëve të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës natyral të vlefshëm kundër kallove, bimën e ashtu quajtur edera. Gjethet e ederës duhet të lihen 12 orë në uthull, më pas të vendosni mbi kallot të cilat mund t'i lidhni me fasha shtrënguese mirë për disa orë. Në këtë mënyrë do të ndihmoni në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të shputave tuaja. Siguroni të ndiqni këto trajtime dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet efikase për lehtësimin e problemeve të kallove dhe mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj të këmbëve. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.